Speranca TV Paraqet. Unë jam rritur në atë shtëpit e vjetër, kur zhurma nuk pushonte kurrë. Gjithmonë kishte njerëz që hynin e dilnin, gra që flisnin me zë të lartë dhe burra që vinin nga puna të lodhur. Nuk kishte asnjë cep ku të rrije vetem me mendimet e tua. Prandaj, sa her dilja në obor, ndihesha si kur merja frym me lirë. Kam mbaruar vetëm 12 vite shkollë dhe pastaj doja të bëhesha mësuese, por nuk kisha mundësi të vazhdoja universitetin, pasi që ishim larg nga qyteti dhe nuk kisha as me çfarë të udhëtoja. As vetur nuk kishim, nuk kishte as xhaxhaj e as kush në shtëpi, por as babai im. Krejtësisht merresha me punët e fshatit. Ushqeja pulat, por edhe shkoja në mal të kullosja bagetit, pasi që ne kishim shumë bageti. Kishim disa lop dhe disa dele, dhe ato i çoja në mal për të ngrënë bar. Në të vërtet, ushqimi i jon ishte plotësisht bio, e po ashtu edhe natyra dhe ajri i pastër të jepnin një qetësi që qyteti nuk ta ofronte. Por edhe bagetit tona ishin kryesisht ushqimi jon, që do të thot ushqeheshim më shumë me gjëra bylmeti nga qumështi i lopës. E kështu që kur u bëra 28 vjeçe, koha ishte që të martohesha, pasi që ky dhe ishte qëllimi dhe fokusi im. Të martohesha me një person të kulturuar dhe të edukuar mirë, kaq doja unë, edhe nëse s'do të kishte shkollë, s'do kishte problem, por me rëndësi të kishte një zanat e të ishte punëtor. Unë kisha edhe vëllezër edhe motra, dhe kisha edhe një djalë të xhaxhait. Ai, djali i Axhës, gjithmonë ishte aty. Nuk fliste shumë, por i shihja syt që më ndiqnin sa herë kaloja. Nuk ishte vështrim i keq. Ishte ai lloj shikimi që nuk di si ta lexosh me një herë. Kur unë flisja, ai gjithmonë dëgjonte, e kur unë qeshja, ai ulte kokën. Garazhi në fund të oborrit ishte vendi ynë i heshtur. Atje mbanim pulat, thas me grur, me kollomoq dhe ca vegla të vjetra. Nuk ishte vend romantik, por ishte i vetmi vend ku mund të flisnim pa u ndjer të vëzhguar. Ne nuk bënim asgjë të gabuar, vetëm rrinim dhe flisnim për gjëra të thjeshta. Flisnim shpesh për motin, sepse na interesonte moti i mirë që të shkonim në mal e të kullosnim bagetin. Flisnim për bagetit e për jetën që dukej sikur po na ikte pa na pyetur me që ishim gjatë gjithë kohës në fshat. Sa herë unë njihesha me ndonjë djalë, ai ndryshonte. Nuk fliste keq për ta drejt për drejt, por gjithmonë gjente ndonjë arsye përse nuk ishin për mua. Në fillim qeshja me këtë gjë, por me kalimin e kohës e kuptova
që nuk ishte xhelozi e zakonshme. Ishte diçka që ai nuk dinte si ta thoshte. Kur shkonim në mal për të kullotur bagetit, rrugës flisnim më lirshëm. Atje nuk kishte njëri tjetër, vetëm zhurma e erës dhe këmbanat e deleve. Një ditë u ulem në një gur të madh për të pushuar. Heshtja u bë e rënd, jo e sikletshme, por e mbushur me gjëra të pathëna. Ai më pa dhe më tha me zë të ulët se ndonjëherë gjërat më të rëndësishme nuk thuhen, por ndihen. Nuk dija ç'ti thosha. Zemra më rrihte fort, por mendja më thoshte të isha e kujdesshme. Ne ishim familje, jetonim nën të njëjtën çati, dhe fshati flet shumë. Në atë moment, ai u ofrua pak, vetëm sa për të më treguar respekt. Unë lodhesha gjatë gjithë kohës në mal. Me duhej të ndjekja bagetit që të mos iknin shumë larg. Por, kur ai u ofrua, nuk pati as ngut, as presion. Me vendosi dorën lehtë mbi supë dhe me dha një puthje të shkurtër në ballë. Ishte një gjest i thjeshtë, i pastër, më shumë si lamtumir se sa si fillim. Unë ngritem pa thënë asgjë tjetër dhe vazhduam rrugën sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Por të dy e dinim që diçka kishte ndryshuar, jo për keq, por për të ruajtur me kujdes. Pas puthjes në ballë, ne vazhduam rrugën për në mal edhe më lart. Dhe sporti i jon ishte shenjestra me shigjeta me hark. Djali i xhaxhait tash më donte të tregonte vehten dhe tha dua të gjuaj shigjetën në shenjestër nëse do edhe ti. Unë nuk e kisha provuar asnjëherë, por ai insistoi që të më mësonte. Ai e mori shigjetën dhe e nguliti. Unë mbeta pa fjalë, por ai vazhdoi përsëri dhe më thoshte ti vetëm shiko, e pastaj provoje edhe ti. Ai përsëri, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.